Pardon my French. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon my French. Ja ku është katërshja juaj e preferuar. Niko Komani. Çka ky? Se mësova një herë të mikrofonin. Po. Dhe Lekraja dhe një dalë shkolli. Pra, Eduardo viti për një Dortrokitja ndodh gjithmonë te emrim. ashtu. Zemrime gjithmonë. Si jeni? Ja, zhveshur dhe unë sot. Leila, mirë se erdhe në këtë sezon vere. Doja me sjell pak të ftohtin këtu në studio, se shumë e ngrohtë si studio, kështu që Leila erdhi kështu e veshur dhe mua mu ngrefën thithkat. Nga ftohti, ha? Nga i ftohti, po. ti më mban të shkurtër për vete. Unë jam një person që nuk e di pse unë ndjersi shumë, qoftë dimër, qoftë verë, qoftë të rri kot, qoftë Të punosh? That's nice. Po të rri pjesën më të madhe të kohës, po. That's nice, sepse nxjerr toksinat e trupit edhe kupton. Nuk kam probleme. Jo, kam një Është shumë probleme. pozitive, po. Në rregull. Që nga Por pozitiva kjo ato. kjo delja e lejt paska pas shumë lesh, se vende është Nuk fustani. dilte fustani. Nuk dilte, është vende i mbyllur, vende i hapur. Keni kaluar mirë këtë javë? Se jam shumë e interesuar për jo. E pat spotin e Big Brotherit. E se pam, Leila. Për këtë dua të flas, ishte shumë spot i bukur. Më vjen shumë keq që asnjëri nga nuk do jetë. Kisha përgatitur shumë materiale për jo. Nuk e dihet, mund të Ku i më dihet, shajmon po. Mund të ndodhë në vazhdim thua, njëri nga ju të tre. Mund të futet aty Se di se rastësisht. cili më flet për pëlqen. vete. Nga këta të dy ndoshta se Niko, unë them Unë gjithmonë do të ndohem për Big Brother, kështu që nuk i dihet kur Jonida. Domethënë është Çuna, ky mikrofoni im çfarë ka që Bie. po pra. do ta mbaj me dorë deri në fund të programit. Ai si bëndi unë kam një jetë që mbaj me dorë. Se mbajnë një Do të orë. mësojmë Anton, nuk më ka ndodhur. Ka gjithmonë një herë të Ka parë. gjithmonë një herë të parë. Ashtu de. Niko po thesh një? Po thoja që nuk e dini, nuk i Është dihet sekret kur deri në fund, oferta pra. që mund të ke marr, mund të ketë qenë tepër e mirë dhe të kem thënë po nuk i dihet akoma. Atëherë duhet presim datën 20 për të kuptuar nëse dikush nga ju do jetë pjesë e këtij Pra javës edicioni. tjetër mund të jetë dhe java ime e fundit. Në këtë program. Nuk i dihet. Okej. Se pastaj do Sa ketë. mister ka në këtë studio. Por të gotë se këtu do jenë me ne edhe pas 2 javësh, po ha. Po mos na ikën tjera, Po, pra. apo Ku do vetëm po i ka nga mendja se. Unë e di cila është ëndra ime? Një se unë fal Një Zotit, nga ëndrat, se ke shumë, aha. mashallah, Zoti mi plotson të gjitha dëshirat. Një nga ëndrat e mia është ta shoh Tonin tek portokalli. Është një nga Portokalli. ëndrat e mia që dua të Po këto plotsohen. janë ëndra që realizohen në Niko, nuk janë Po pra, ëndra. po mund të thoj edhe ti të shoh veten time në portokalli. Dua të shoh shokun qenë tim në ndonjëherë në portokalli, portokalli? why not? Ke Do qenë? doja shumë të isha, po në këtë moment ja jap hapësirën time Tonit që të Ua, sa bujar. Po, I'm such a good friend, jeni Toni vedi. se ky po bën shumë Se pyeti njëri Tonin ç'a do Toni o. Po kush e pyet Tonin në zemra Tonit Po tria ti vite shumë fundit. anonime për preferencat Nuk e e di çka tua. ka dëgjuar Po ti ky. ti si e ke marrëdhënien me kamerën? Se mund të jesh shumë fani mua- në natyrën tënde të përditshme, por përballë kamerave Mua stepesh. kamera më do. Ç'është kjo? Të dashuron. Të gjithë që më shohin mua në kamera qeshin, nuk e di për mirë apo për keq, po. Kjo është e qeshin. rëndësishme, shkakton të qeshura. Ja, thell. Kjo javë po ashtu ka qenë e mbushur me ngjarje, Plot. fal Zotit që Fal Zotit fix. Ne mos ishte kemi Niko si mundësi duhet të, goja. të diskutojmë në këtë program, kështu që do të flasim edhe për ngjarje që kanë bërë buj kësaj jave, sigurisht që nga ngjarje dalin dhe tema, e më the të thash edhe një ndër më të përfolurat ka qenë edhe dokumentari i P Didit Edhe 50 transmetuar në 2 dhjetor në premier dhe është në krye të klasifikimeve. Ti e di që e ka hequr The Stranger Things që sapo kishte dal ra direkt në vend të dytë që pritej botërisht premiera e Stranger Things dhe sa doli dokumentari humbi goxha shikime. Vëmendjen e humbi 100%. Dje kam parë pafund youtubers si po e flisnin këtë gjë. Edhe akoma dhe unë isha i surprizuar, domethënë se si ka mundësi se Stranger Things është një serial i ndjekur nga shumë. Unë se kam parë dhe nuk më pëlqen. Asun se kam parë.
Jam kurioze a Ju vlen shihni apo filma romantiko zemra. Ja, unë dua gjëra romantike, fiks. Me vërtet? Po, gjëra shumë romantike që të jetë Jo, me unë dua edhe dashuri, thriller. me pasion, me Gafore. Unë dua edhe thrillers, dua edhe këto konspiracionet qeveritare, këto Oh, House of Cards. kështu gjërash më Si e pëlqejnë. the? House of Cards. Okej. Me Okej. D. Pra. Kështu që këto sci-fi edhe fantashkencë edhe nuk më pëlqejnë as horror. Por dokumentari ka bërë namin. Dhe ne do flasim se ka shumë detaje që kanë dalë, mediat po shkruajnë çdo ditë, algoritmi po çmendet. Çfarë nuk po ndodh më njëherë pasi doli ky dokumentar. Por gjëja që më pëlqen më shumë nga e gjitha është humori i 50 Cent. Është nuk e është di epik. domethënë. Në rrjetet I love sociale, 50 do të Cent. thënë është the one and only. Unë dua të urrej njerëz si urren 50 njerëzit E di çfarë se të gjithë njerëzit përcjellin në rrjetet sociale pozitivitet, le të falin, forgiven, Vaj, forget, thot bla bla jo. bla. Tani ka dalë sa doti, kjo doli në modë. Unë do doja urrëtia ime të ishte si e 50 Cent. Edhe unë do doja. Po pra po, Do kur bësh doli gati në një modë, kur dokumentar? doli në modë. Për shembull, nëse do kishe mundësi, do kishe bërë një dokumentar Patjetër. për të shfaqur këtë urrëtien si 50? Patjetër që ja vlen. Do nxirje fakte të papublikuar dhe të marra ilegalisht. Ideja është që unë nuk urrej një person, se do doja shumë të urreja një person. Do ishte motiv jete, ke Për të bërë një dokumentar. Po, zgjohesh edhe thua ti si ta Jonida bëj. e di që në të kaluarën time un kam qenë një 50 Cent. Po. Ke pasur disa ngjarje. Ti ke ca bife. Pse nuk bën një dokumentar? Po pritë se jam çuniri akoma, pritë se mund të zihem edhe me ty nesër pas nesër, të lej jashtë. Po t'jap vëmendje pra. Nuk Do jam jesh zemër në dokumentar, do japësh një dëshmi aty. Do jesh se ne Do jesh në dëshminë tënde ne- se si Niko Komani abuzoi me ty për një vit rresht dhe ti vazhdoje shpresoje Akoma ty. për shembull, që do paguhesh një ditë. un kam patur një Po në vend të $250,000, diku te 200,000 lekë. un kam patur Pa. me Toni një bif pa patur bif, se Toni kishte bif me një shokun tim, për shembull. Me Dhe unë kë? kisha me një shokun tim. Okej. të Me shokun e përbashkët- ti influencer. Influencer, po, Okej. TikToker, edhe e kisha, domethënë, Më kishte inat ky mua. e kisha atëherë. inat pa i njohur. domethënë. Okej, Gjatë tani kisha që e një njohe, bif. e ke më inat apo? Unë sapo dhash një dëshirë të Okej. plotësohet. Që bifi ti iki. Me Jo, do. që tjetër portokallia, pra. Me do. Ah, okay. Me do. Shikon? Po, pra. Pse mendoni që kjo studio ka pak babagjysh brenda dhe mund t'ju dëgjoj dikush? Se na dëgjon babagjyshi. Që shprehni këto dëshirë. Po. Se mi sjell mirë këtë vit. Plotësohen këtu në Top Albania Po. Radio, ose nuk e di ti, mbasi Leila ti je e mbara. dëshmi. Po, unë sa fillova punë në Top Albania Radio, mu dha pushime on top, nuk kam çat kërkoj më shumë babagjyshit, se më ka dhënë një hapësirë. Ej, Mos- babagjysh. Ej, mos jam unë babagjyshi se tani që O, po mendoj. jeta ime. Ah, prandaj si e rruar ti, si është? Jo, a bëj, jo, jam lazer zemra, nuk kemi më nevojë, po Me vërtet ideja je? është që ju a bëj mbar njerëzve, me sa kam kuptuar. vërtet? Jam shumë e Po, mbar. je mbar. Tani do flasim vetëm për emisionin ton që të transferohemi në televizion. Jemi pra në Jemi. digital. O Në plotësuar. kanalin Po, 10, në po, kanalin 10. Te topi, pra, te topi. Zbrit në çik, një Jo, dy jo, shkallë. Dëshira ime për fund vit, është dëshira ime për fund vit. Vazhdoni ju ke topi se unë në televizion, se unë nuk e Radio. ndroj. Radio. Top Kushta që do ta lër Radio. radio në zemrën ime. Tani të prezantoj një këngë si thoni apo Tam. kemi publicitet? Skerdi na korrigjon më një herë se është shumë i vëmendshëm sepse kemi publicitet. Dhe po rikthehemi për të folur E ke çfarë para kishe. të Pitbullit që Kë? është aq i suksesshëm, sa po të shkruash Pitbull në Google del ky pastaj qendi. Ha, mama. Nuk më duket aq i suksesshëm. Po. Po, Jo, mos. më Ka duket- ka më duket- Ocho, e disa fëmijë kanë lindur me ka Ocho. Më duket Ha, sikur njerë. ka dalë komplet jashtë mode. Jo, asnjëherë. Pitbulli Regatoni nuk del. Është nostalgji, është. Pitbulli? Zemra vetëm J-Lo ka 8 ose 9 bashkëpunime me Pitbullin. No. Po. Dy bashkëpunime. Dhe me që jemi tek J-Lo Tek dhe J-Lo. P. Diddy, ish bashkëshorti i J-Lo's, u kujtua, domethënë Kush që është ky një herë? i pari, Ojani Noah. Ai. No one Dash nga knows him. Greqia. Janë. Bashkëshorti i parë e ka sulmuar tani, domethënë, dhe po thotë që ti më ke tradhtuar mua me Didin.
domethënë. Më mirë. E akuzon për tradhti dhe është hapur një front i ri për balljeje. Çfarë mendimi keni për ishët që kujtohen mbas 30 ose 40 dekadash të përmendin diçka që ke bërë? Jennifer Lopez martohet dhe ndalt brenda vitit. Tani dhe ky çka kërkon? Ndoshta në lek? Ka mundësi? Jo, on them fam. E bëjnë për famë, është kulmi i famës tani që gjithë po flasin për Didi edhe ai futet edhe Në këtë rastu me Didi, ha mama. Si ka qa mundësi? thua, Çfarë flet më? Se të tradhtoj me atë të lagja, me Jo, Didin. po mirë, po çfarë do zgjidhesh domethënë? So ja të tradhtoj. Ja u ndat. Ti e ndar ka i hy. Çfarë ndodhi me ty? Edhe ligji nuk të kap mbrapa në kohë. Ne po dim ç'të bëjmë me Didin, del dhe ky në fond. 5 këngë me Pitbull? Po. Ha, e zgjidhë si material. Zot. Tani me që jemi tek dokumentari dhe ka bërë xhiron e rrjetit, do ndalemi tek disa momente të cilat janë komentuar. U griseni Niko. Çfarë ka rikën? Mua ka rikja. Ke shtuar Niko. Na e theve dhe ka rikën. 74 kg jam I shkreti. Ashtu, ha? Dokumentari. Te dokumentari janë hapur disa fronte. Njëri prej tyre është lufta midis 50 që është producenti I këtij dokumentari, po thuhet se avokatët e Didit kanë marrë gjithë gjërat përsipër për të akuzuar Netflixin dhe 50 Centin që kanë përdorur materiale jo të konfirmuara dhe jo të lejuara për të bërë këtë dokumentar. Por nga ana tjetër, I Love 50 Cent ka vendosur të jap një intervistë vetëm për ABC News, sepse ishte I vetmi kanal televiziv që transmetohet në burg. Kurse unë mësova që ka ndodhur kjo padia nga Didi për Netflix, por Didi fatkeqësisht nuk kishte paguar videografin. Pra, të gjitha lekët që Pra nuk janë të vjedhura, janë të dhuruara, të gjitha lekët të gjitha imazhet. Dje po shifja dhe po dëgjoja këto youtubersat, të gjitha lekët që Netflix I ka dhënë 50 Cent ka paguar videografin dhe ato janë të lejueshme, pra copyrightet që është vllai. Domethënë, dhe fitimi I Didit thuajse është zero në këtë gjë. Kupton se me lekët që mori nga Netflixi për ta publikuar gjën ka paguajtur videografin. Jam kurioze për bifet këtu në Shqipëri, se ka dyshe. Për shembull, ishte Aulona me Benjade, nuk po them që ishte një bif I madh. Mos e kruaj këtë plak. Por një tjetër bif doli po nga kjo studio që ishte mes Andi Vrapit dhe Bruno Shemshos. Kemi dy fronte të reja në Instagram, po hedhin dhe po presin çunat nëpër rrjetet sociale. Bruno nuk është dakord me atë që Andi tha në studio sa I përket hyrjes së tij në Big Brother, kështu që do të thuash që nuk e bëm ne e bëm. Ne stisëm. Ne nuk e stisëm, ne tek ne ndodhi. Ja, në këtë studio. Ti Anton, ke ndonjë bif me ndonjë personazh? Jo. Jo, maksimumi kam bif me atë që del te lagja që në pikë të mëngjesit thot hajde ekurat vjetra më zgjon nga gjumi. Dgjoj, po kush për shembull është ofenduar nga soundset që ke bërë ti, nga videot, se mund të ketë ndonjë personazh që është nga të gjitha memet që ke bërë në internet. Nuk kam pasur personazhe që janë ofenduar, madje pjesa më e madhe ka pasur qef ato që kam bërë. Se di, nuk e di se kam bif me njerëz. Po edhe në TikTok Toni nuk është kaq shumë që bën meme me zëra personazhe, se sa mund të vër një video personazhi dhe të rrita komentoj pra është më shumë komedian. Ai shoku Nikos ka pasur bif me atë shokun e Nikos. Okej. Tani një tjetër moment që është diskutuar po ashtu në rrjet ka qenë një tuf lule që Didi ka dërguar 50 edhe komentet ishin që është para lajmërim për pau. Tani, gjithashtu ekzistonte një teori konspirative në internet që Didi është kaq peti që t'ja dërgoj lulet edhe ta bëjnë në një farë mënyre tepër fani gjën, por është edhe më peti, si thon peti shqip. Peti. Kupton? Inaçi o plak, inaçi. Por e presin këtë gjë edhe nga 50 Cent që t'ja bëj vetes për ta marketuar edhe më shumë dokumentarin, pra për t'i hedhur edhe më shumë benzinë zjarri. Unë them që Didi I ka dërguar.
50 Cent i plak i shtin 9 herë edhe ja ku është akoma. Kujton se do friksohet me një palë lule. Prandaj mendoj që mund të jetë atëherë edhe një pjesë marketingu. Bravo, apo që nga njësh pra. 50 është njësoj, ky dokumentari është njësoj sikur të bëj dokumentar për ty, ai kushëriri që të ka i nat nga anë e babit. Tani me që jemi tek këto do ishte dokumentar shumë i bukur se unë në dasmat e fisit kërcej mirë. Do flisin të gjithë mirë për ty. Po edhe kush do më shante, thosht pas ka kërcy bukur të paktën te kjo dasma. Një llaf i mirë do thuaj gjithsesi. Po në fakt një llaf i mirë u tha edhe në këtë dokumentar, ishte njëra nga gocat që kanë qenë se unë e pash shumë shpejt e pash, nuk durova ta ndaja me ditë, domethënë, i pash të 4 serit, po brenda natës. Edhe njëra nga gocat e Dirty Money, një periudhë doli Didi Dirty Money, hello, good morning. Njëra nga gocat tha unë s'kam parë gjë. Tjetra e akuzonte, domethënë që ka ndodhur këto, jam abuzuar, më the të thash, kjo tjetra s'kishte parë gjë, kjo. Kjo si ajo memja që tha, a mund jeni dëshmitar, unë spiun, jo, unë nga kësy nuk shikoj, nga këtë jetë jam 30% qorë. Dhe unë i kam mbyllur syt përpara kësaj drame. Ka njerëz që han presionin e pabërë, se kur të dali, kush e di çfarë do më bëj. Po kishe njerëz goxha që nuk i interesonte më. Një tjetër personazh që më bëri përshtypje ishte producenti i albumit të fundit që tha jam abuzuar siç e prej ka pak më parë. Një vit rresht. Po nuk zgjohesh nga gjumi o vlla, një vit si po të rish i abuzuar një vit rresht. Një vit rradh. Të thoshte, herën e parë u zgjova në një krevat me Didin dhe më dhinte gjithë trupi dhe isha gjithë trupi. Palestër, ka qenë palestër. Është e drejtë domethënë ato fjalët që thon. Çfarë thon që të lodh Didi? Tani po nga këta shqiptarët keni dëgjuar kështu festa gjëra private ndodhin dhe këtu në Shqipëri apo kur doli ky skandali i Didit, Bibit. Filluan dhe këtu disa histori konspirative në TikTok që po edhe në Shqipëri tek X Godin, tek njëra tek tjetra. Po ka dëshmitar okular, pra mund të kemi ne një dokumentar sa i përket këtyre festave. Unë mendoj që bëhen kështu festash. Unë mendoj që bëhen. Domethënë çdo house party në botë bëhen, edhe pse mos bëhen këtu, domethënë është më së normale. Anton, kemi ne një Didi këtu në Shqipëri? Unë se di. E mos thua. Jo, po nuk e di të ketë aq i madh këtu. Nuk po them aq sa të mbylli gjithë syt dhe veshët e mediave dhe për gjëra që mund të kenë qenë arsiqare, por private, besoj që bëhen. Është e vdekur që ka. Nuk ka vend që nuk ka. Po, eksaktësisht. Nuk ka vend që nuk ka. Dhe mendoj se janë dhe në moshë të madhe. Këtu në Shqipëri kupton që janë të vjetër në gjë. Interesante. Fol Niko. Apo kaq kishe për të thënë. Prisim dokumentarin tim tani. Këtu në Shqipëri është pak më shumë. Po pra, çfarë jo, domethënë, pse u mpit kështu? Jo thjesht duke menduar kush mund të ishte, domethënë nga këto të pushtetshmit. Ajo që unë nuk kuptoj nga gjithë kjo zallamahia e rrjeteve, të gjitha gjërat që po dalin në pa, është se si mund të kenë duruar këta njerëz kur janë ndjerë të abuzuar, të shfrytzuar, domethënë, apo thjesht mania për të qenë famshëm, sepse ndoshta në mbështetjen e Didit do bëhesh ndikush. Por o bie shef mor zotri që për një vit squllose gjë, pse duhet të vazhdojë të rriej i abuzuar? Nuk e kuptoj dot, domethënë, se nuk më thek truri. Pra, një pjesë e tyre mendoj që kanë qenë të vetëdijshëm se ku po shkonin. Për shembull, vjet në ver kur ndodhi skandali, thonin për Kid Cudi që ka qenë një nga të dashurit e Didi dhe Didi. Tani mbas dokumentarit na doli që ai ishte i dashuri i Kesit, pra. Ishte i Kesit, po. I Kesit. Mick Milli ka qenë i Didit. Dhe për Kit Kati thonin. Domethënë thonin për shumicat e njerëzve thjesht tani janë zbardhur. Jo, Kit Kati ka qenë i Kesit. Edhe nga Kesi, po, edhe nga Kesi pastaj që ja shpërtheu makinën, bëri skandale. Por në përgjithësi ky Didi dilte jo nei rob
kush e di se qa, I mirë, domethënë. Nuk doja jepje P Diddyt pinin e kartës së bankës. Po jashtëti. Shumë i ndyrë. Shumica, domethënë dhe kënga I'll Be Missing You që dëgjohet kudo dhe kurdo. Se më kujtove këtë, i vetmi person që pas ka paguar nga gjithë videot që qarkullojnë është Sting, që i ka marrë muzikën ditë për ditë. Dhe do paguhet $2,000 çdo ditë deri në fund të jetës. Po. As ajo këngë nuk po luhet më. Jo, për mua më del trend, ishte e para në Instagram, kënga më e përdorur. Po del sepse sapo u dha lajmi që P Diddy varimin e Biggie Smalls, Notorious B.I.G. organizoi ai dhe ja la familjes Biggie që ta paguante faturën. Dhe kanë lidhur. Po pra them pas ka qenë dhe ky viraliteti i momentit ka dalë sërish skena që ai është i veshur me të bardha dhe është bërë virale. Prandaj është dhe kënga më virale. Është kënga numër 1 trend. Çfarë të bën interneti? Pak publicitet deri kthehemi sërish. Ngjarja kryesore e kësaj jave është 20 dhjetori, çpas ka mund që emocionohem sa herë flasim për Bigun, mor zoti i madh, domethënë ditën e ditën e djeshme, Francesca Morati deklaroi që do të jetë opinioniste në fan club, ndërsa një tjetër deklarat, po ashtu sa i përket Bigut, ka qenë edhe Stardi Strugaj bër në Wake Up që ka lënë një mundësi të hapur nëse mund të jetë një ndër banorët. Shpejt i komentojmë një çik të dy personazhe. Francesca ishte interesante dhe gjithmonë ka shprehur dëshirën për të qenë pjesë e fan clubit që edhe televizionit, pjesë e televizionit, po. E ka dashruar si format, si emision, kështu që do ishte interesante. Edhe i shpreh mendimet hapur, nuk është. Dhe është pa komplekse. Po, kundërshton, është ashpër, donjëherë antagoniste, donjëherë, siç e kemi parë në Big Brother. Nuk e di, më duket interesante. Niko nuk është dakord fare me mua. Jo, nuk e imagjinoj dot se i vetmi rol që kam parë si judge ka qenë se është opinioniste tani, ka qenë si juri, okay. Në juri ka qenë tek Shizon Top, domethënë aq kam parë. Edhe tek Ronaldo. Ka pas një emision Ronaldo me Shqipen, po, me Eriolën, me Franceskën, me Eriolën. Kuptoj. Aty nuk është se ka shkëlqyer shumë. Mendoj se ka shkëlqyer më shumë tek Shizon Topi. Domethënë se ka pas vëmendje, aty ka qenë një juri më e gjerë. Aty kanë qenë vetëm dy veta. Mua më duket okay si opinioniste, se është shumë ritmo open mind. Domethënë nuk ka frikë të jetë nuk më vjen fjala, më ndihmo. Por inshallah. Po të ndihmoj, di unë ç'po mendon ti. Inshallah nuk komentohet vetëm për veshjet. Inshallah ta komentojmë siç duhet. Okej, nuk të vjen fjala. Nuk ka frikë të jetë kundër rrymës. Nuk është gjetë shumë mirë. Edhe foto janë pëlqeu se është nga pak herët që kam parë duke qeshur kështu. Vetëm se është e vështirë si pozicion, duhet ta ndajësh Bigun me shumë kujdes, duhet të jesh shumë i kujdesshëm çfarë thua. E di çfarë mendoj unë? O zemra, njësoj do reagojnë njerëzit, se dhe me komentet që bëjmë në radio, kod sipas fansave të shpërndar në personazhe, na masakrojnë këtu edhe pa e dëgjuar komplet intervistën apo thjesht një batut që bëhet në humor e sipër, fillojnë edhe vër. Merr veshti. Kështu që dihet ai muhabet, gocat që bëhen pjesë e reality-t, po dhe çunat, apo edhe ata që pranojnë të jenë të ulur në kolltukut e opinionistëve, besoj që i kanë marrë parasysh. Po nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Zemra, po mendoj çdo banor i Bigut që ka përjetuar një herë, mendoj se jeton në Big. Pra i ndjek edhe edicionet e radhës, siç ka ndodhur dhe me të kaluarit, dhe mendoj që Francesca normalisht ta ndjeki se edhe ka si pasion, edhe ka qejf si format. Si puna ime me që lidhem një herë dhe ndjek. Për Sardin do isha kurioz. Je kështu ti që ndjek? Pasapi, se duhet shikosh sezonin tjetër me këtë do jetë. Interesante, Anton. A është më mirë se ty, ajo? Për e vërtet. Domethënë je një stalker i vërtet. Jo, më se bëj shaka. Për Sardin do isha kurioz, se nuk di asgjë për jetën e tij. Po, shumë misterioz, enigmatik. Ama bën këngë të bukura. Po, këngët i ka yll. Kështu që absolutisht, reality show ka marr pjesë, ai ka qenë Dancing with the Stars, po thjesht aty nuk është se zbulon shumë nga. Bravo, aty më shumë ti tregon talentin tënd për të kërcyer, po unë dua të di për shembull për fëmijërinë e Sardit, për familjen e tij, për jetën e tij personale, sentimentale. Pra mund të ishte interesant.
Po Jozi, si opinionisti tjetër i Do ishte epik. I love Jozi. Sepse dje u bë një tjetër aludim, le të themi, po te goca dhe gra dhe Jozi po ashtu e la të hapur, tha edhe mundet edhe s'mundet. Këta, si nuk e tha njëri troqo, dha ore do jem. Edhe Francesca. Dgjoj, para se të nisi Big Brother, të tregoj një sekret që un kam një vit që e praktikoj. Çdo personazh i mundshëm thon kur e pyesin do jesh, mbasi nuk i diet, sepse në atë moment është Big Brother në vëmendje dhe të gjithë duan të marrin një cop nga ai keku. Nga keku. Okay. Edhe pse nuk kanë marrë asnjë lloj telefonate pa mbase, edhe mund të jem. Ku i dihet, edhe mund të jem. Si puna e saj, un jam i lidhur pa ajo se di. Jozi është i madh, është gold. Do ishte super për atë formatin. Po i ndë një duart në një vend, Jozi si opinionist. Ua, super moj. Mua më pëlqente Jozi si banor, nuk e di si opinionist se si mund të ishte. Kupton, si banor ishte ndryshe dhe më pëlqente ai imazhi i Jozi. Jozi ka pas perla. Po nuk e di se në rolin e opinionistit nëse do jetë serioz apo do jetë funny. Unë kam masë do t'i kundërshtojnë në njëri opinionin dhe a plasë me shpu. Shala. Beshaka. Jam për shaka. Nuk po flas më. Antonin e kemi për shakara. Ese mos më bie mua. Shakara të zeza. Se Jozi nuk do ishte epik, Jozi ka perla, lëshon perla. Do më pëlqente diçka si Lert Vasili, why not? Se dha i le perla. Do ta pyesim Lerti në pjesën e dytë që kemi në program, pavarësisht se do jetë me një lidhje me video se na ka shkuar në Elbasan, nuk e di, domethënë do ta sqaroj kur të jetë në pjesën e dytë, domethënë, por do ta pyesim se dhe Lerti ka diçka në lidhje me këtë. Do ta shkoqisim mirë në pjesën e dytë. Ku e gjeta këtë fjalë një herë? Shkoqis. Në pjesën e dytë të programit. Shkoqiste. Ashtu, mendon ti domethënë. Mendon ti. E gjithë zhurma po bëhet, gjërat janë gati, spoti është super, njerëzit mezi po presin, edhe nuk janë zbuluar shumë gjëra, deri tani ka mister, po. Ke zbuluar ndonjë gjë? Mos më plas fare kush do jetë. Unë dua të di çfarë do veshi Ledioni. Do jetë viti në hapje, në datë 20. Në premiero zemra, domethënë ky është viti i tretë që un jam kështu mbaj ergishtat. Do veshi kostum të bardhë, do veshi toksido të. Kush e gjeti nga ne për finalen? Un duket thash me kostum të zi. Un kam qenë duke e komentuar live. Kemi qenë këtu bashk, po. Hapjen. Jo, nuk kam qenë unë. Kam qenë jo hapjen në finale, po them. Un po them për premierën, episodin e parë vjet ishte Unë mendoj do jetë me Zeza, se di pse, mendoj. Unë me në ngjyrë them, do e ndezi me një ngjyrë. Me të bardh ka qenë, me të zezë ka qenë, tani presim mbase diçka mund të jetë me të mina, apo mund të jetë me një detaj pak të zëllues. Po do vi me Nike Tech. No. Dëgjoj, Ledioni është fashion. Kemi publicitet në këto momente edhe do të rikthehemi sërish sepse kemi edhe 2-3 gjëra të tjera për diskutuar. Kemi përputhen, se mos harroni që e lam pas dore. Kemi 2 momente nga përputhen, një puthje mes Megit dhe Aulonës dhe një video që është bërë shumë virale. Prapë mes Megit dhe Aulonës. Nga e cila do të shtrojmë dhe temën tjetër në këtë tavolinë, por ndjekim pak publicitet. Nuk na ndal shpirti nga përputhe, Neda dhe Megi s'na kanë varë fare dhe pse i bën thirrje publike. Katerina tha mbase. Kur të kthej përgjigje Neda tha, atëherë do vi unë në studio. Katerina nuk ishte dhe mirë atë ditë që e pyeta unë, ishte kështu si ishte cemul. Ka patur ditëlindjen edhe urojmë edhe nga studio. Çfarë i bie shiqetar? Hronja Pola. Kështu që kemi një puthje që është komentuar, ta shohim pak. Një tjetër ditëlindje. Dhe unë kam shumë të vështirë. Të pëlqej njerëzit, por jo me Aulonën. Aulona është ngjitse, do doja që gjitha njënin. Kishte më shumë se puthje, Kthej. Tani Dale sa konta shohim. Shiko me vëmendje dorën e Megit. Shiko me vëmendje dorën e Megit. Ja, si e shihni? Ka ule më poshtë. Wow. Happy
Happy birthday Aulona, një urim nga studio e Përputhen, një puthje në buzë me Megin, edhe videoja në fakt është diskutuar, komentuar, edhe sigurisht që nuk ka asgjë të keqe në këtë video, sepse kemi parë disa puthje televizive, Po Megi është era dytë që shohim publikisht. Dancing with the Stars, është puthur në Dancing with the Stars, po. Kemi pas dhe mes çunave, për shembull Dori dhe Devi kur filluan fiksin, bën një puthje, domethënë ka ndodhur disa herë. Ti Lila? Unë ndonjëherë puthën në buzë, po. Me ka jep puthje në buzë? O zot, deklaratat e mia. Jo, me shoqit për shembull kemi bërë puthje në buzë. Po jo kështu, okay. Jo French kiss. Jo French kiss, po kështu. Baby kiss janë normale. Zemra ti tani e the dhe në imagjinatën e çdo mashkulli nuk ekziston kjo baby kiss. Baby kiss, po them, është normale. Pas videos çfarë imagjinate krijohet? Unë kam inat që mua për ditëlindje më japin tort tash, vaj le. Pse çfarë do ti puthje? Puthje blek. Nga shokët e tu. Nga Megi. Nga Megi, okay. Nga vash. Tani Aulona e dashur të uruam shëndet para sekës për ditëlindje. Dhe gjithë të mirat, domethënë, por e vure shumë shpejt në zbatim motor urimi. Ç'është kjo? Ishte shumë më duk shumë cute. Mua më pëlqen. Për mua nuk zgjati mjaftueshëm. Diçka ti mund ta vësh në lup atë pjesën. Imagjinoje tërkohës. Gjithkohës. Mua më duket okay, kemi arrit në një farë niveli mendje hapur. S'kishte asgjë për mendje hapur, si ishte shumë baby kiss, edhe shumë shumë dashni bash. Prandaj Megi është e veçantë. Dhe në momentin që Megi thot unë jam shumë e vështirë që të pëlqej dhe të dua dikë, por kjo nuk më ndodh me Aulonën, tregon shumë për një shigjetar si Aulona. Dhe një binjake si Megi që janë gjysma njëra tjetrës. Po Aulona vajti shumë kështu se unë kam të vështirë të pëlqej të dua dikë dhe Aulona e tha, hajde këtu. Hajde. Hajde sqarojmë një. Më kardinale si energji. Të ma bënin mua atë do shkrihesh ai. Tani kemi një tjetër temë, po nga përputhen, pra Lei, domethënë puthet me shoqet. Po puthet. Nuk duket normale. Të puthesh me shoqe? Jo, me thënë të drejtën, jo. Nuk po them. Ti tani e puthur me atë shoqen time? Me Adelën? Na kanë nxjerr lajme një herë që unë e Adela jemi puthur, pa. Po unë ju kam parë. Ishte baby kiss. Unë ju kam parë. Ti nuk ke parë. Kur vije aty ku kemi qenë atëherë. Tani se këto muhabetet e brendshme. Ka qenë në dollap. Ka qenë në brendshme, kam parë. Kur salutoheshin, ka qenë kështu. Ti vet? Jo. Unë mezi puth njerëz, unë vetëm përqafoj, kam qef përqafoj, puthje se jam si i hidhur, kështu nuk kam qef puth njerëzit. S'ke qef. Vetëm njerëzit që kam shumë lidhjen time. Po ti Jonida si nuk të pyetëm ty. E thash unë, jo, nuk ka ndodhur, nuk para puthem në buzë me shoqe. Baby kiss kështu thjesht edhe kur ki pi, edhe je drank. S'kam pi, drank, se di, nuk. Si ka rast. Jo si ka rast, nuk mendoj. Ose nuk i kam pas shoqet puthanjose dhe puthanjose. Unë nuk po them nevojë çdo herë që pi, po ndonjëherë ka qenë. Unë për shembull po të pi varet nga shoku. Nuk më ka ndodhur, domethënë. Se di, ndoshta mund të kisha dhe rastisur, po të kisha mendje të mirë shoqet, po. Ka qenë gjitha serioze pa Jonida. Kështu që ju shoqet e Jonidës asnjëra nga ju nuk janë. Ta kishit menduar motrani dhe shoqeni. Jonida kur që afrohet një shoqe e bën. Çfarë kam unë që nuk më puthni në buzë ju shoqet e mia? Turp të keni. Si e tregoni dashurinë ju? Jo, nuk mbaj mend, sinqerisht nuk mbaj mend të jem puthur në buzë, domethënë bëjmë shaka, humor, edhe kemi pirë dhe jemi përqafuar, po pa dashje për shembull. Po, pa dashje mund të kem puth dhe ty se jemi nisë të njëra faqe dhe kemi përfunduar buzë. Po them kështu. Un po them për puthje që është e mirë menduar dhe po nisesh për në buzë. E ke nisur për në buzë. Tani një tjetër temë në këtë tavolinë shtrohet dhe hapet, po bollu puthëm me këtë. Them të përputhemi më mirë, se është një video shumë interesante dhe një temë akoma më interesante. Kush është? Pa. Me prova kam video. Me 3-4 vajza. Çfarë videosh ke në telefon? Ke video intime me vajza të tjera? Po. Se dola unë si buri i shtëpis, po s'kam ardhur këtu, por se këto është vetëm seks. Më ka lodh. Du të bëj dashuri me një vajzë. Se i ke këto video në telefon ti? Se i mban këto video në telefon? Se është një skut. Mbaja se janë kujtimet. Janë kujtimet nga jeta. Janë kujtimet. I mban për orën të keqe. Me prova kam video. Me 3-4 vajza.
Po folmi Katerina, fol. Njerëzit që regjistrojnë gjëra, njerëzit që bëjnë screenshot, nuk duhet i besuar për asgjë. Njerëzit që i tregojnë shokëve se çfarë bëjnë me jetën e tyre personale janë për mua një po edhe red njerëzit që flag. marrin screenshot janë red flag. Çfarë thua, un kam gjithë sherrët e dynjas në celularin tim. Po jo marrëdhënie. Ti nuk e edhe ti tregon shokëve. Ti nuk e sherrë lapuriç. Un kam goxha në celularin tim por kam thuajse me çdo lidhje. Un i kam akoma. Çka ke, biseda? Jo. Foto. Momente. Intime. Po ja tregon atij që absolutisht jo, janë të mia personale, po absolutisht. Nuk ja tregon askujt, as miqve të tu. As lidhjes aktuale, se çka ka ndodhur me lidhjet e kaluara. Po sikur ta vjedhin celularin. Nuk i kam në celular. Ku i ke? Nuk i kam në celular. Jo, i kam në laptopin tim. Në cloud. Jo, as në cloud, janë memoria. Domethënë ti Niko i shikon kur je vetëm në shtëpi me celular, po nuk e jo, janë në memoria. Mos i hyj kaq thellë, Mos i hyj thellë, domethënë, por ideja është që thjesht i kam dhe i transferoj aty, nuk më bën zemra, po edhe ti fshi, pse ti fshi? Është diçka që kam kaluar. Domethënë nuk Po pra, e ke kaluar, pse duhet i ruash? Po kështu sex videos? Po. Ke sex videos? Po si keni xhiruar? Kush e mban? Kishim kameraman lej. E lë celularin aty në shpirt, ku çfarë të thot zemra jote? Ku ti ku të pozosh? Po kush zemra un merrem me jam një stilist, un di çdo kënd të bukur që ti të ngjash bukur si modelet. Ti nuk di ku ngjaj bukur. Lej, kush ju ka xhiruar, Po nuk ka asgjë të keqe domethënë. Me tripod, diku te divani, te koltuku, tek mobilja. Unë thasë me tripodin ishe në krevat. Sa minuta? Sa minuta? Leila. Një dokumentar me 4 seri. Celulari im ka goxha memoria. Dokumentar me 4 seri në Netflix. Madje mbaronte Niko e thoshte, shikoj se nuk ka dalë mirë kjo. Tani për mua kategoria që i tregojnë shokëve, hape. Jo urrej këto njerëz. Domethënë shiça i kam bërë unë kësaj apo asaj, domethënë janë kategoria më e neveritshme e meshkujve. Domethënë sepse kam dëgjuar që kanë bërë nga këto historia, çaj bëj unë kësaj, ande këtë shiça më shkruan më kjo, si më vjen kjo më nga mrapa të nesme pastaj kanë marrë për grap. Dhe pastaj janë shkëputur nga shokët se nga shoqëria. Domethënë janë një red flag shumë i madh, domethënë. Ata që vetëm flasin, se ka njerëz që dhe flasin kur nuk kanë bërë asgjë, e kupton, ose sajojnë historira ose hapen sikur janë të mdhenjë fare, janë hamshor të mdhenjë, domethënë. Un kam po si ka para askush, domethënë kam jam vetëm në pronësinë time, të trupit tim. Po pala tjetër e ka parë? Po more. Nuk do të thënë pala tjetër. Zemra është një film, skenar me gjëra. I di vetë gjëra. Po them me kameraman kjo thotë e di pala tjetër, ishin përgatitur për xhirime. Pala tjetër ka. Okej. Gjithmonë. Kan. Po. Nuk jam në këtë gjë. Zemra, nuk e frikë që mund të përfundojnë në një dorë të gabuar dhe mund të shpërndahen këto video? Jo, sepse di kanë firmosur. Jo. Keni bërë një NDA me njëri tjetrin? Jo, sepse para marrëdhëniet e mia nuk janë mbyllur kurrë keq, dhe së dyti di me kë kam qenë i lidhur. Domethënë me ato njerëz kam akoma nuk ka rrezik. Jo, absolutisht. Okej. Ti Antonio, sepse s'mund të shkatrojnë imazhin e tyre duke shkatruar timin. Okej. Ti Antonio? Ti ç'mendon për situatën se po kthehesh një herë te njëra ndej? Jo, unë habitem, unë s'kam bërë ndonjëherë video i shkretë. Jo, për zotin. Është shumë e bukur kur e bën dhe rrie shikon shumë i qet pastaj videon. Besoj me burrin tim do e bëja një video. Po. Nuk ka asgjë të keqe, shumë argëtuese, më beso. Që ti je me marrë. Ke parë ndonjë video ti? Jo, për të parë kam parë shumë unë. Po unë kam hallin vetë se dal keq në kamerë, kështu laguriç. Vetëm adalka. Po më bëj më shumë vetja. Do ta shikoja me atë, thënë shko, ti zemër je mirë, unë kam nevojë për palestër. Unë kam nevojë për Photoshop. Pjesa ime është shumë pak më e errët. Thua ti. Okej. Tani jemi në fund të kësaj pjese të parë, në pjesën e dytë do të kemi Laertin, edhe të shohim se çfarë do na zbuloj sot, a do të jetë ai opinionisti apo jo? I wish. Pas edicionit informativ sërish në Pardon My French. Po rikrijoje video ti, si është halli? Ja bëre Jo, ishte kënga, është kjo atmosfera. Je që bën zhurmë ti?
O lej sa pyetje ke, po. Normal që po. Shumë pyetje personale. Dhe kam ngrënë dhe ankesa nga Komshin. Niko. Faleminderit. Shumë herë. Me thon drejtën dhe unë kam ngrënë ankesa. Zemra ti me mua mos flit. Ankesa që Unë kam një sekret të përjetshëm me Jonidën. Që e di dhe unë. E di dhe unë. Ti mos flit. Unë ankesa e vetme që kam me Komshin. Mund ta thot Niko? Jo, nuk e di, vetëm nëse thot Jonida. Po është diçka që unë kam dëgjuar pa qenë aty. Atëherë le ta themi. Ose do ta bësh publike? Pra unë I kam rënë telefonit të Nikos pa dashje një natë 2011 apo 12-s? 12. Nga që kujtoj se ishte fundi botës edhe. Jo, ne kemi punuar atëherë dhe shoqëroheshim të dy më të rinj. Jo, atëherë pas ka qenë 2013, ka qenë fiks periudha që punonin bashkë. Para ka ndodhur. Në fillimet e njohjes. Po, pra në një natë pasione, unë nuk e di se si dhe pse. Mendoj se mund të kem qenë thirrja e fundit e Jonidës. I kam rënë pa dashje telefonit të Nikos. Nuk e di me çfarë kam shtypur. Ose base se ke sigurt ti. Mund të jesh pa dashje. Niko po kënaqe? Ishte takimi I parë me Andin në një mënyrë që s'do ta takoja në atë mënyrë. Ta takoja si person, jo nga telefoni. Kishte shumë zhurmë? Kishte Leila, po më pak zhurmë tani se kemi la erti. Niko tipike tani kur takoj Andin për herë të parë, kam dëgjuar shumë nga ty. Shumë fjalë të mira për ty. Të kam dëgjuar ty. Kemi la ertin? Kemi la ertin? Po, la ert. Po, ju dëgjoj. Po ku je more? Kam në Elbasan, kam disa poezi për të interpretuar për pak, se që qatë bëj. Më raf të pika muaj që do vjeti në studio dhe kisha harruar Elbasanin. Kam pa që harron të Elbasanin, si mund të harron të Elbasanin Kristoforidhi. Dgjoj. Na vjen shumë mirë që të kemi këtu një herë. Sa I bukur është bërë një herë. Po, je shumë simpatik si gjithmonë. Ajo që doja të pyesja, duke qenë se pas publikimit të një fotoje, po I bie pak se e di që nuk ke shumë kohë, është publikuar fotoja në Big Brother VIP Fan Club me dy silueta që nuk dihet se kush janë dhe të gjitha komenteve që kanë shkruar Laert Vasili për pyetjen cili mendoni se duhet dhe do të jetë opinionisti I Big Brother VIP Fan Club, ti u ke bërë like. Shiko, mund ta japi përgjigjen këto valltare në vogla. Si thoni ju, mund të jetë Laert Vasili opinionisti I Big Brother VIP Fan Club? Nuk kam asnjë lajmërim zyrtar për këtë që është e kot, çfarëdo që të them, nuk e besoj. Unë jam të përputhen, kështu që Po pse I ke bërë like komenteve pra? Pse I ke bërë like komenteve? Për të treguar mbështetje. Çfarë do një copë dhe ti nga torta e Big Brother 5? I'm not a hater, I'm a liker. Pra nuk kemi asgjë zyrtare, vendose pa kamerën në qendër. Jo, nuk kam asgjë, jo. Sinqerisht, nuk kam asgjë. Nuk kam asgjë zyrtare. Kam asnjë lloj qoftë komunikim apo një mesazh që Laert si do të dukej nëse, po asgjë. Okej. Po do doje ti, do kishe qejf ti, do kishe dëshirë të ishe pjesë e këtij formati? Po aq sa do kishe edhe ti. Super, po. Bravo. Pra po, Laert ndonjëherë të gjitha zërat që kanë ndonjëherë të gjitha zërat që kanë qarkulluar në rrjet, pastaj mund të kenë qenë dhe të vërteta të cilat I kemi parë në finalizim. Kështu që ndoshta mund të jetë një shenjë shumë e mirë. Well, ju lë ose ndryshe do dalim live me gjithë teatrin Skampa. Oh, perfekt. Laert, po pse s'erdhe sot se un ka stile vesha tuta që ti natosësh? Kam dhe një mbastyre. Okej, dëgjoj. Në përputhen po ndihesh mirë me sa shohim, por e dim që ke performancë tani. Hello. Laert, tani e ke momentin tënd. Për një minutë duhet hyj në skem. Okej, futu në skem dhe do të presim në studio kur të vish se do flasim gjëra gjatë edhe për Bigun dhe për gjithë eksperiencat e tua së fundmi. Një shenjë e mirë është që të paktën është në teatr. Tek Skampa për momentin. Mendon se do jetë opinionisti?
Përderisa tha nuk kam konfirmim zyrtar, duke qenë se Francesca e konfirmoi dje zyrtarisht. Mund ta kishte konfirmuar nëse do të kishte një propozim zyrtar. Kështu që mendoj se është pak teatral, bëj çik tipin se çe. Po mirë, si është Shini Laerti në rol opinionisti, të përputhen më pëlqen. Të përputhen apo opinionisti në fan club. Nuk ka rëndësi, flas si opinionist, më pëlqen. Në përputhen më pëlqen, se është ai Laerti me ato idetë e tij fani, po edhe qortusë ndonjëherë tek fan club do më pëlqente sepse ai e ka përjetuar dhe do doja të shikoja vizionin e tij nga jashtë tani. Se vjet thoshte, jam më i mirë, tani doja ta shikoja se si do reagoj nga jashtë. Vetëm duke kritikuar të tjerët. Është nice. Jo, edhe unë mendoj se do ishte nice. Po. Vetëm mos të recitoj edhe atje shumë poezi. Pse të përputhen e ka bërë. Plus që është edhe i sinqert, është dhe i sinqert. Kështu aktorët janë pa filtr. Mua më pëlqen se edhe nëse është pa filtr, siç thot Lei, i zgjedh fjalët. Pra i zbukuron në mënyrë që të mos jetë fyes në atë që thot. Është ky Laerti. Është nice. Është nice. Por nëse do kishte tani shfaqjen, për shembull, mund të na thoshte që do lidhemi pak më vonë pasi të mbaronte. Them unë, domethënë, në një botë perfekte, mund të ishte kjo lloj interviste, domethënë me Laertin. Të them diçka që e ke dëgjuar shumë herë? E po Laerti është Laerti. Po, Laerti është Laerti. Kështu që nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Pastaj në një botë perfekte fjerakët do ishin magjik, nuk do bënin magji. Më pëlqeu shumë kjo ndonë. Interesante. Tani që thoni ju tek kjo pjesa e magjive që mund të ndodhin për festa, apo ndihet ai shumë atmosfera dhe me që jemi në këtë situatë magjike festash, domethënë, ëh? Zero atmosferë. Zero? Leila? Mua këtu në studio më duket atmosfera, se nuk e di a është ngrohtësia që jep Top Albania Radio apo. Po më shikon Skerdi i shtrëmbër. Kemi publicitet më duket? Po, sa shtrëmbur më pa. Publicitet se do flasim edhe për Tiranën, është bërë shumë e bukur. Atmosferën e festave a ndihet apo sikur ka rënë pak entuziazmi, sikur njerëzit janë kështu si Niko tash. Si të përplasur. Si të shkundur. E ndjen atmosferën? Unë e ndjej, e kam ndjer, po kështu si e varfër. Thellë e ndjen. Thellësi metropolitan. Nuk e di, nuk e ndjej. Po jo dhe aq shumë. Por jo aq luk se sa do doja. Luk do me thënë në këtë atmosferën festive. Po, në këtë madhështinë e festave, ashtu si gjëra si gjingla mingla. Si rrallë herë Tirana jo në pritshmëritë e njerëzve për zbukurimet kam vështirë. Ndalova një ditë në semafor. Ua, më zuri, me ato që rrotullojnë. Me ato topat. Sigur po thon ndonjëri shikon këtu se do të hipnotizoj. Do të thënë ato ngjyrat e tmerrshme blu me të kuqe me godion që ishin ato thash, wow, nuk më besohet që jam në bulevard. Që janë këto zbukurime. Jetë kanë qenë më të bukura. Ose këto shumë turime. Shumë turime. Se nuk ishin ndaj zbukurime. Super fjalë. Aha, pa vjet. Edhe vitet e kaluara kanë qenë shumë. Edhe te sheshi që kemi qenë nuk është ndjer kaq shumë. Te sheshi dhe nuk janë ato. Po pema në shesh për shembull ishte shumë bukur, më pëlqeu. Po këtej, domethënë bulevardi, jalla. Po vetëm pema ishte se më para ka pasur edhe ato lodra, vinin njerëzit burra nga 40 vjeç që binin atyre me grush, kush i binte më fort. E kupton, ishte edhe ajo magjia. A di cili qytet e kishte bërë shumë të bukur 6 dhjetorin? Berati. Shkodra. Shkodra kishte bërë magjike, sinqerisht. Me kanë Shkodran tani i ban. Po edhe me që janë Korçar me thënë drejtën, se pas disa video Korça ishte llokum, po edhe Berati ishte bërë shumë bukur. Ju e dini që disa herë un jam boring. Por sa po mbylla Brunon të na flasi për një dramë. Çfarë ka ndodhur? Përgjigjja e tij përgjigjen po. Okej, do ta kemi pas pak minutash edhe Brunon, sepse ka dhe ai për të thënë, domethënë ca gjëra. Edhe ta dëgjojmë një herë se çfarë do thotë ty. Tirana si të është dukur mirë, ëh? Bukur, por të thash, më mungon ajo madhështia e festave. Pra më duken disa gjëra të ricikluara, që janë pro riciklimit, po
Mendoj se këto gjëra nuk paguhen. Pra vit për vit ka një fond diçka, pra le të marrin gjëra jo të ricikluar, gjëra pak më moderne, gjëra pak më aktuale, gjëra pak edhe Tani po ti që ti në pushtet, besoj që më shumë. Zemra do ishte shumë stylish Tirana. Do ishte një candy shop me shumë ëmbëlsira të mëdha festive, sesa këto pemë të stolisura. Për shembull këtu në radio e ndi atmosferën e festave. Top Albania Radio ta jep. Është shumë e ngrohtë atmosfera, por çdo fest, jo vetëm për fundi vit. Ne kemi gjithmonë temë, edhe për festat e nëntorit, edhe për ditëlindjen e radios. Për Shën Valentin. Për Shën Valentin, për të gjitha festat. Keni për Shën Valentin? Kemi gjëra të kuqe. Kemi zbukurime. Pse çana ditë. Magjia e festave them unë ra që në momentin që nuk shiten më shashka rrugëve. Mos mi kujto ato shashkat, janë gjëra më të mërshme që ndodh në fund vit. Domethënë nuk e di, i kam tmerr. Imagjino ti ishe qen. Dhe isha trembur thua. Po ti që ke qenin plak atëherë 200.000 nga 200.000 që kanë patur para shumë viteve vetëm i madhi. Qenushja që kanë momentalisht nuk është shumë indiferente në këtë zhurmë fare. Nuk isha këta që urojnë orën 12 fare. Kjo mos të them që e zgjumi. Nuk fare nuk e ndjan. Po honjër keni bërë plane si do kaloni festë? Për vitëri? Po deri në 12 me të shtëpisë. Unë me ju kam planifikuar. Me ne? Po. Të pres. Okay. Pas 12 ose deri në 12 jam në shtëpi. Me të shtëpisë, me të shtëpisë tate. Sigurisht që këtu do ta kalojmë 31 dhjetorin sepse kemi maratonën e traditën e Top Albania Radios të 100 këngëve më të transmetuara. Po, patjetër, për mua drejt hera dytë. Kështu që do jemi prap bashkë në datën 31. Ty Leila të pëlqeu Tirana, the? Po, nuk më duk keq. Tani më bukur është bër vjet, par vjet edhe nuk po e lidhen pse si qysh tek, po që sa po e lidhe. Ishte okay. Sa po e lidhe. Nuk po hedhim si kanë qenë njerëz në pushtet apo nuk po e themi. Nuk po e themi, po që po e themi. Me sa duket nuk e besojnë ndonjëherë që do bia aktuale, nuk i ka dhënë aq rëndësi le të themi topave që rrotullohen. Për mua që jam shofere, janë shumë shpërqendruese. Domethënë. Mbas ajo është ideja që të bën sa më shumë aksidente edhe si të erdhi kjo. Po që lidhen njerëzit se ti e godet njërin edhe vetë thua më fal. Ua po janë festat për qafohesh, e kupton? Për të shpërndar dashuri ke të drejtë. Nuk e kisha menduar. Po duhet të mendosh jashtë atyre rradhave. Jashtë atyre alucinant. Po e shikoj dhe njerëzit pas të pudhave alucinante. Mund të shikoj këto dekoret që kanë vendosur, po njerëzit nuk janë akoma fytyrat e tyre nuk janë akoma festive, që janë të buzëqeshur. Janë të ngrysur, po ndoshta nuk kanë buxhet për festive siç duhet, për të bërë ca dhurata, për e kuptoj. Ka kaluar, s'ka kalu rroga. Po i bie çdo vit kjo bëhet edhe më e dukshme, pra po transformohemi nga robot. Njerëz turivarur. Edhe Nostradamusi për vitin tjetër ka parashikuar. Më thuaj pak po, s'po më tregoje, cilat ishin parashikimet. Nostradamusi për vitin tjetër se ju gëzoheni jo fund viti, jo kështu, vetëm luftë ka. Vitin tjetër ka vetëm luftë. Luftë Rusia prap me Ukrainën, do ketë luftë në jug të Zvicrës. Po, është luftë brenda Europës, thoshte. Pra Zvicra del nga shpreha neutrale si Zvicra. Sipas Nostradamusit. Do ketë më neutrale si Zvicra. Mbreti Donald thot në një parashikimet e Nostradamusit, po ta sqarojmë se mos mendojnë që po bëjmë çmendurira në studio. Po, edhe nëse ju shpresonit që çmimi i naftës do të ulej, mendoni përsëri. Do shkojmë lart ngritje. Po Nostradamusi nga i dinte gjitha këto apo? Nuk e di, ka që nga fieri, është. Vetëm këto ndodhin. Po, pak janë këto. Ç'a do më shumë ti? Edhe më e madhja ishte një luftë midis lindjes dhe perëndimit. Thoshte Nostradamusi. Dhe pas kësaj më kujtohet një Barsolet ose nuk e di si ta quaj, që e more vesh që vitin tjetër përmbyset bota e mplasi mua, unë do ikin në Greqi. Po. Niko erdhi. Nga Greqia. Tani mund të thuhet mplasi, unë do ikin në Shqipëri. Shqipëria është çik mbrapa bote, kështu. Kush e prek për çfarë do ta prekë Shqipërinë? Më stresove shumë me këto që the. Tani këto parashikime, domethënë që ta bëjmë pak më serioze situatën, se na the shumë gjëra jo të këndshme, pavarësisht se po mundohemi ta kalojmë çik me humor. Cilat nga parashikimet e Nostradamusit kanë dalë
deri më tani. Pra që të kemi frikë apo jo, sepse është parashikuar edhe që në 2012 do përmbyset jo vota. Nga Nostradamusi. Kush e saktë? 2020 ka qenë kuriozitet, domethënë është interpretuar keq nga njerëzit, por ka qenë fundi një periudhe në kalendarin e majave. Okej. Edhe mbaron ajo periudha, fillon një periudhë e re. Një kalendar tjetër, po. Jo se do shkatërrohet bota. Po pandemia. Në fakt, çfarë është parashikuar tani se jam shumë kurioze. Pra kullat binjake tjetër. Kullat binjake janë parashikuar. Ka qenë Barack Obama ka qenë i parashikuar. Po, presidenti me ngjyrë i parë. Po ka qenë dhe The Simpson. Atë do thaj, pse dëgjojmë pse të besoj këtë tipi kur mund besoj Simpson shoh. Po ka qenë para Simpsonave ky. Nostradamusi. Jepi tjetër? Ka pasur edhe luftën Ukrainë-Rusi ka qenë duhet të ka parashikuar ai. Domethënë vllai kishte goxha vizion. Ky vëskedina kështu se mund nuk ka pasur atë skedina miku im. Domethënë tani që the këtë që këto gjëra kanë ndodhur na friksove pak, por shpresojmë që mos të dalin këto. Ne këtu vetëm do luftojmë me veten, mos e vlisni mendje. Po Jonida, unë të pyes se kundër të Jonidës, ka ndodhur gjëra që ka thënë dhe s'ka ndodhur? Kam, normalisht. Po pra prandaj e pyeta. Po unë doja të rrisja stresin, prandaj thash vetëm ato që kanë vitin e vjetë. Ikim me publicitet, po orës na grive gjakun. Atmosfera e festave. Nuk e di, më pëlqejnë shumë këngët e festave. E di çfarë më ka munguar? Unë kam jetuar në Greqi dhe unë kam dalë nga mosha 10 vjeç deri në moshën 14 vjeç, unë kam bërë ikja këndoja deri më deri Jingle Bells, domethënë në versionet greke, por ato këndohen 3 herë, domethënë këndohen Krishtlindja, vitin e ri dhe ditën e dritave që kanë në Greqi, pra unë nxirja pafund lek, sa ty të japin. Ç'a thua? Ikja këndoj. Jingle Bells, po në versionin grek dhe e kam bërë dhe jam tepër i lumtur dhe më mungon ajo periudhë se isha foshnjë dhe shkoja në shtëpi. Foshnjë 10 vjeç. Foshnjë. 10 vjeç. Fëmijë, nuk je foshnjë. Isha adoleshent. Bruno. Përshëndetje, Yje. Po ku je more, ku je? Po dëgjoja Nikon me vëmendje që thoshte që paguaj 10 vjeç, po. Ka bërë lek që i vogël. Po pra. Po tani po të jedhin në gjyq ata bën prap lek se e kanë shfrytzuar. Bruno si e? Si të kemi? Shumë mirë shqyr zotit. Tani më vjen shumë mirë njerë që gjërat po shkojnë siç ti do, sepse të kemi ndjekur edhe në rrjetet sociale, por ndodhi që dashje apo pa dashje një bif i vogël nga kjo studio të bëri të reagosh javën e kaluar. Po. Se çka një imazh ka dalë sot duket i kështu i bukur, tepër maskilist. Dua ta pyesja. Tepër macho, tepër macho. Pse kaq i prerë, kaq i mërzitur je prej asaj deklarate? Kaq u mërzite? Të preku shumë? Un kam 2 ditë pa ngrënë që kur u bë ajo deklaratë. Edhe prandaj ndiem shumë kështu keq. Jo, larg shakave, jo, nuk jam as i prerë dhe as i mërzitur e thashë deklarate. Tani Andi ishte i ftuar, për ju që nuk e dini, Andi Vrapi javën e kaluar për të komentuar personazhet të cilët mund të jenë potencial ose janë diskutuar për të hyrë në Big Brother dhe unë e pyeta nëse e sheh Brunon si një nga djemt që nëse do ishte dhe Andi vet do kishin debate, se ju në fakt keni her pas here në përpanele po edhe në Instagram dhe Andi nuk bie dakord me disa mendime të tuat. Do doja të të pyesja troç dhe qartë, çfarë nuk të pëlqeu nga ajo që tha Andi në këtë studio? E pare punës nuk ka pasur ndonjë debat Andi Vrapi me mua në përpanele, sepse nuk kemi pasur për çfarë argumentojmë, por arsyeja ka qenë në Instagram që patëm një debat të vogël personal rreth privat, domethënë rreth non-binary. E kupton? Nga këto shinat e trenit apo? Po pra, pikërisht për shinat e trenit vlla, ti e kuptove më së miri. Dhe unë i thash, nuk jam dakord që promovohen
që ne promovon kaj shumë zell këta lloj njerëzish sikur kanë bërë luftrat të mëdha. Po diçka një debat I tillë që konstruktiv më shumë se sa inate. Po e kanë mbajtur që ta ndirte këtu. Kur them që keni më fusin në Big Brother, domethënë I kërkova llogari Andi taman thuaj të më fusin në Big Brother se se s'futni në Big Brother, bad. Andi nuk tha. Tani do çaj. Andi nuk tha që ti mund të kesh kërkuar diçka. Unë e pyeta si të sheh ty si personazh. Domethënë kjo ishte ideja. Po, më fal Jonid, por ka hedhur një status ku thoshte është përpjekur dikush tjetër të ketë një bif me mua dhe përsëri s'është futur dot në Big Brother. Domethënë, unë me sa kuptoj ai është një nga autorët në këtë rast që ai vendos kush futen dhe kush s'futen. Edhe më prekur shumë kjo pjesë. Për të mos bërë avokatin e djallit, po duke njohur edhe Andin edhe se ti e di dhe opinionin tim për ty. Dua t'i lë dhe kolegët që të flasin, po nga ajo që unë pash tek storia Andit, kishte të bënte me faktin që domethënë personazhe që ndoshta mendojnë ose mund të jenë të diskutuar apo mund të jenë gati për të hyrë në Big Brother, mund të bëjnë nga këto tip bifesh për të folur, jo sepse ti mund t'i kesh thënë apo kërkuar diçka për të hyrë. Pra shiko, më fal, këtë pjesë që sapo përmenda e kishte shkruar ai tekstualisht që janë munduar dhe të tjerë dhe nuk ja kanë dalë me këto lloj bifesh, por unë te statusi im kisha thënë që nuk jam mësuar me bife, edhe nuk dua që të arrinte këtu pasi kemi konsumuar dhe një muhabet dhe një gallat edhe një kafe së bashku edhe është turpshëm. Dhe unë duke ditur këtë, dhe kur them që ju keni debatuar në panele, e kam fjalën jo debate për të cilat ju mund të keni pasur dhe konflikte, debate konstruktive sa I përket një teme të caktuar. Dhe ai tha që ti mbron këtë pjesën e meshkujve alfa, edhe ndoshta Andi nuk është dakord, edhe ndoshta një pjesë. Domethënë është e gabuar pjesë mashkull alfa. Do të bësh gjë që të futesh. O, Anajda, ka mundësi se është Bruno I ftuar? Të lutem. Ideja është që jo që nuk është dakord me këtë, po tha një pjesë e publikut, ndoshta nuk do ta pëlqej këtë. Më fal. Kush është Andi Vrapi që di pjesën e publikut në të rësi se çfarë pëlqejnë e pare punës. Edhe dytë e punës. Andi u pyet edhe një përgjigje, po. Po pra, një përgjigje që është mendimi I tij, nuk është konstatim, sepse nuk ka asnjë përgjigje, një përqindje ose një situash studim që të jap këtë lloj deklaratash. Që për mua janë fyse edhe për televizionin të japësh disa argumente pa bazë në fund të fundit duke u munduar që të ulësh nivelin e dikujt tjetër. Nuk ha dot buk në këtë lloj mënyre, sidomos me një tip si puna ime. Okej, po lë kolegët se Jo, Bruno thjesht ishte një opinion, nuk besoj që e tha personalisht për ty ose për tjetrin si I komentoj të gjithë. Ishte thjesht një opinion. Demografia që ndjek Big Brotherin të japësh këto lloj deklarate përfshin gjithë shqiptarët që me demek nuk pëlqejnë që mashkulli të jetë alfa, të jetë drejtues, por pëlqejnë një mashkull që s'është drejtues, që nuk është alfa, që po ti si është beta. Mendon që je alfa maskulist ndonjëherë, si e mendon? Unë mendoj se mund edhe të jem maskulist. S'ka asgjë të keqe. Po je edhe romantik. Tani nuk ka asgjë të keqe, biles unë adhuroj faktin që në gjithë këtë botë kaq të madhe unë quhem ende burr drejtues, e kupton? Nuk ka asgjë të keqe për mua, unë adhuroj këtë gjë. Anton dhe Niko janë këtu po ashtu, të cilët mund në Po unë dash opinionin tim që radhën e kaluar që të jesh macho, burr, nuk ka asgjë të keqe, domethënë plus jetojmë në Shqipëri që shumicat e njerëzve, se po flisim për Big Brother, mbështesin fenomenin e burrit macho, pra burri më I fortë. Si përfundim, Bruno? Qa duhet të më? Jo, plak, të ndihmon kjo të qenurit macho në market kur I shikon me inat njerëzit e kalon rradhën? Ke një opinion të gabuar, nuk do të shkosh njerëzit me inat, I shikon dhe me dashuri dhe I alfa prapë, siç më shef mua të qesë. Pra ti je dhe romantik në fund. Gjithmonë. Je dhe romantik në marrëdhëniet e tua, por për ta mbyllur Bruno, se gocat në fakt tek shizoner të pyetën, por duke qenë se po diskutohet kaq gjatë edhe po fillon Bigu, na iku Bruno, kthej edhe një herë kamerën. Si përfundim, çfarë do ndodh nëse të vjen një propozim apo të ka ardhur apo mund të jesh ti një ndër
personazhet e këtij edicioni? Kam punë momentalisht edhe nuk mund të jap një përgjigje tamam, por nëse do jem, do shikoni komplet diçka që është pritur shumë nga publiku dhe normalisht do japim spektakël. Dhe për ta mbyllur Bruno, duke qenë se ti vjen fillimisht nga një program dashurie, ekziston mundësia që të krijosh një lidhje dashurie? Kjo mbetet për të parë. Ore, një pyetje parë. Ajo do jetë alfa apo beta? Gjithmonë alfa. Ka shumë pak alfa në këtë. Tema po duhet alfa, normal. Okej, shumë mirë. Ore, një pyetje para se ti ikësh Oblak. Po të thonë, hajde futun në Big Brother, po mos fol me theks blonjat. Nuk e bëj dot. Me blla nuk e bëj dot. Dori pa. Bruno, faleminderit. Për këtë ndërhyrje punë të mbarë. Ciao. Njaku morëm edhe një deklarat nga Bruno, më vjen shumë keq, do me thënë, keq, jo dhe aq, se tani me thënë të drejtë nuk është se ne vum fjalë të cilat nuk ekzistonin, po dhe ne ti vinim. E mira është që ta diskutojmë dhe ti sqarojmë gjërat edhe. Unë mendoj se është hap një dramë re prap. Është bif thua? I can't well. Disa më pëlqejnë mua këto dramat, këto sikletet, kjo që përjetova tani që po ndodhet diçka. Mor hape gojën, fol. Jo, sepse unë po mundohesha që t'i shpjegoja Brunos edhe me statusin që ka bër Andi. Pra, u mundua dikush, ndoshta nuk se po mundohesha t'i shpjegoja që ndoshta nuk e kishte kuptuar dhe aq mirë pastaj thelbin, se pastaj kur nis që replikon në rrjetet sociale, sigurisht që do nxjerrësh gjëra që. Por mendoj që opinioni i dikujt mund të replikohet edhe pak më but, nuk e di ose nuk e replikoj keq. Unë paktën ato që tha. Jo, flas për postimet e të dyve, në rrjetet sociale. Për shembull, përgjigjja Brunos ishte një përgjigje që unë e prisja nga ai. Me ato që tha Andi. Se këtu isha dhe dëgjova dhe prisja që mund të ndodhte një reagim. Tu duke ashpër ajo që tha Andi. Jo, nuk më duke ashpër përgjigja e Brunos. Më duk një përgjigje normale, nuk po ajo që tha Andi të duk pak si tani ti do dëgjosh opinionin tim. Pa. Ashpër nuk më duk, po nuk më duke sakt. Pa. Sepse unë e thash në Shqipëri, personazhe sepse dhe Andi tha në atë moment je i fiksuar me Big Brother 2-shin, jo, në Shqipëri na ka vërtetuar që publiku do më shumë mashkullin alfa dhe jo beta. Nëse nuk është alfa, atëherë duhet të jetë shumë fan. Por në fund të fundit duhet të jeni si të doni, mos shikoni alfa, beta dhe kështu, si të ndjeni mirë. Ti çfarë je, beta apo fan? Unë jam sigma. Alfa. Unë jam omega zemra, se ajo ora është shumë e shtrenjtë. Omega. Unë jam. Mikrofoni që ma mbulon komplet fytyrën, po s'ka gjë. Mjafton të dilni ju bukur. Jo, po ti je bukur gjithsesi. Sytë tu blu apo janë syzat? Janë syzat blu. Sytë mi janë blu të ëndrave, do më thënë, që nuk i kam. Pashtu, i thash njerë dikujt, i kështë sytë kafe, i thash sytë tu janë si një liqen, po i ndotur. Shkafe. Sa po më komplimentoj me të vetë. Jo ti të thash dhe vish syze se të shkojnë, po ti... Po që do thuash ti tani. Nise, bëm këtë sqarimin me Brunon, dhe duke qenë se jemi në prag të bigut, her pasere do të diskutojmë. Më pëlqen që hapim bif. Si nuk solli njëri pa i dha që vetëm bif. Më pëlqen sepse më pëlqen të shoh dhe reagime nga të dyja palët. Pavarësisht se kemi edhe një tjetër bif për ju që nuk e dini, është me ju të dy që nuk njohët personazhet e diskutuar herën e kaluar. Po. Kush ne të dymi? Nja ju të dy që flisni. Jo, unë më fol për Nikon, unë... Po ky bif nuk është publik, se nuk unë nëzorë në rrjetet sociale, unë bajt vetëm brënda për brënda. Unë bajt brënda për brënda, ne mësuam backstage, personazheve. Po. Tani, duhet i njohim apo jo të gjithë personazhet? Absolutisht jo. Sa njerëz nuk më njohin mua? Ti se ke idenë, as nuk e din kush jam. Unë lexoj komente. Edhe mua. Lexoj komente, po ky ç'a bën me jetën, vetëm meme dhe jam kështu 15 vite punë vetëm meme, po them okay, logjike. Se i bëj dhe memet. Por të ketë pretendim një personazh 8 mujorësh të njihet, më fal, jo. I'm sorry, po jo. Sa të duash tani? Jo, dhe s'ke bër asgjë kaq wow me këto 8 muaj. Sa njerëzit të njohin të gjithë. Tani komentet në rrjet kanë nxjerrë në pa po ashtu edhe një koment me humor të zi të Kanye West ose Jej, ku diun si e ka tani Jej.
e ka tani. Edhe Lei bëri një lidhje shumë interesante, sepse duke filluar nga javët në vazhdim, këto komentet në rrjet në fakt janë pikante, disa janë dhe fyese që mund të bëjmë një rubrikë më vete sa i përket kësaj. Me komente, po. Që mund të jenë fani, po mund të jenë fyese, mund të jenë dhe nga më nuk e di, më të pabesueshmet. Ku i ka vajtur mendja? Rasti që po flasim tani ka të bëjë me Jada Pinkett Smith. Mund të jetë edhe i vjetër, po si duket tani që po qarkullon dokumentarje dhe po dalin sërish në pam. Sepse në fakt 50 kishte shkruar një tjetër aktori që largo emrin tënd nga goja, emrin tim nga goja jote e qelbur, që ishte një batut në Oscar kundrejt Jada Pinkett Smith. Jada ka shkruar një status në tweet ose X tashmë. Kanja është njeriu që është më jashtë kontrolli nga gjithë personat që njoh. Edhe përgjigjja e tij ishte Rapunzel lësho flokët poshtë. Lësho flokët poshtë. Unë mbaj mend që kemi pas Repushkën tek libri që kam pasur në prallat e vëllezërve Grimm. Po ju vini dhe në zbor, nuk quhet. Dhe ishte Repushkë më Repushkë. Lëshomi flokët poshtë. Kallam sheqeri. Ishte komenti i Jade, edhe ka shumë komente. Tani të dinë se mbase njerëzit edhe nuk e njohin të Jade. Domethënë Jade është qerose. Nuk ka flok. Vuan nga alopecia. Alopecia. Po. Me vërtet jo, këtë nuk e dija. Unë mendoj se thjesht i ruan dhe është moderne dhe thash bravo. Vuan nga alopecia. Okej. Të se di as unë. E shikon që s'duhet të dini gjithçka? Po ja pra mësuam gjëra. Në qofse ajo që tha. Ja mësoni nga unë dhe Antoni, dy mendje të ndritura të këtij programi, që nuk e di se ku i çojmë këtë mend, domethënë kaq shumë sa kemi. Na falni. Domethënë. Po komentojmë pastaj streqet e mia që aty doja të dija. Domethënë, ne kemi bërë një video sepse nuk e dija e keni vënë re që çdo të mërkur bëjmë një audio apo video që është virale në rrjetet sociale dhe e bëjmë në mënyrën tonë, për të qenë pak fani edhe për t'i dhënë pak entuziazëm programit, ngjyra. Në videon e postuar javës që kaloi, ne po i binim instrumentave. Po, edhe nuk e di se janë kaq të vëmendshëm njerëzit, ta hapim pak është kjo. Opa. Është pikërisht kjo video me Kokomelo dhe ka disa komente për streçet e Leit edhe tani Lei i komenton. Përveç atyre që shkruajnë ha jeni amazing Lei kalon nga faqja ime se ka marrë streçe të mira. Kalove? 1 milion, nuk shkova, po. Unë do shkoja, zemra do kërkoja 100 copë, me që u vet ofrua do t'i merre, do ta shfrytëzoja atë situatën. Po. Nuk shkova, po do shkoj. Dhe pas këtyre komenteve unë e pash videon me vëmendje që Lei si duket po të binin, s'po të binin, thjesht nuk i kam ngritur. Siç bëjmë ne gocat zakonisht, domethënë, për të qenë on shape. E diçka, unë mendoj se ishin tani si një stilist, ishin streçe jo për fizikun e Leit, sa do lart i ngritën, nuk ngritet në qafë tek te shpatullat. Mendoj se i duhen pak më me shtrat të shkurtër. Shtrat të shkurtër. Jo, unë mendoj që i ka tamam, thjesht si ka ngritur, se është kështu shumë easy going, si natyrë. Si Lei. Qyshja i ran brekët kësaj. Maran, pak. Do me thënë. Po s'kishte atja të ditë. Isha vetëm me streç. Po është dhe njëri që shkruan Apika, Vipa Gjasme, ndërkohë ky është një askush me tik blu, do me thënë. Komenti. Është po paguan dhe $14 në muaj. $14. Edhe me pagesë edhe ne, do me thënë Vipa Gjasme. Lei ky ishte shumë i rënd. Mund ta thuash. Lei si Zhulsa. Të dini ju çfarë e mban Lei. Do me thënë në bazë ditore vjen era milmin. Se nuk ka ngritur streçet, domethënë Lei është Zhulse. Domethënë, hajde kupto ti se çfarë ka në kokë ky personi që ka shkruar dhe jam shumë e sigurt që është goc. Po dhe Eminemi kur bënte koncert që i mbante xhinset tu poshtë zhursh ka qenë, ç'është kjo? Dgjoj, njerëzit nuk e dinë që kur djersit Lein e mbledhim në një shishe dhe përdorim si parfum. Janë 3 komente. Janë 3 komente që thonë si Zhulse se ka rënë streçe, domethënë.
Çfarë do të thënë kjo? Ku e çoni gjithë këtë negativitet, domethënë? Ku e çoni gjithë të komente? Domethënë, çfarë ndodh me jetën e këtyre pasi komentuan Lein, domethënë? Çfarë ndodh? Çfarë ndryshon në jetën e këtyre? Nuk e kuptoj, prap ster janë. Më fal, e di çfarë thon, ja tregojnë në shoqëri se thon, "Çka kam shkuar." Ja futa. Ja futa. Mos ta ndjej plak se mua shumë njerëz më thon bëj të fal Alej të shylli. Ke fansa më cool. Nuk të ka thënë ndonjëri puse Lein për mua? Lej mërzitesh nga komentet? Mërzitem kur komentojnë njerëz të tjerë, për shembull prindrit ose ndaj person tjetër mërzitem. Kur është drejt për së drejti për mua nuk mërzitem. Thjesht e mon pse do ta lexojnë prindrit e mi këtë gjë, se nuk e kuptojnë. Po prindrit e tu për shembull, dhe ne që jemi këtu e dim që jo vetëm që nuk je zhulse, po je një dashni. Super pastërtore. Mirë unë që ka mujt në orar. Dhe është e fiksuar, domethënë nuk e di sa njeri i fiksuar është ky. Kjo goca këtu që ka unë përpara, është shumë e fiksuar. Por dëgjoj, edhe dhe herë tjetër që ta keni parasysh, duhet para se të bëjmë një video spontane dhe fani kur jemi totalisht për shefin ton, rini pantallonat, shifni çdo detaj, domethënë se kemi këta me profile që fake zakonisht që na shajnë dhe na shohin çdo presje. Më ka ndodhur një mua, kam qenë në një video, ka qenë një miku im ka bërë një shaka në stand-up dhe ka hedhur. Edhe mori shumë reviews negative ajo videoja, po diku aty në sfond isha unë që po qeshja. Edhe ndërkohë që të gjithë shanin këtë që bëri shaka, njëri tek thoshte po ai qorri pse qesh. Edhe plak unë i harrova të gjithë ta të tjerët, dhe kupton që shanin e kërcënojnë atë dhe thoya me vete po me mua ç'patë. Po me urën ç'patë. Jemi në fund edhe bëuni pak më të mirë njerëz, domethënë. Për festa. Se di, mund t'jeni fani në komente dhe kritikat mund t'jen fani, janë dhe të mirë pritura, po kur kalojnë në vulg bëhen shumë. Bravo. Unë doja të ishit pak më të, domethënë unë pranoj dhe humorin e zi. Unë qesh me humor të zi. Nuk them kjo ishte bullizëm, mua më duke budalliqe. Humori i zi po, kur ofendoni edhe bëni, domethënë rriti nga shtëpia ofendon dikë. Jemi drejt fundit edhe po, mbritëm në fund. Dhe me që jemi te këto sharjet Lej, mos të dëshpërosh shumë. Unë kam hedhur videon e Pemës së vitit 3 ku jam për shefin tim me gocat e mia, po TikToku është më i tmerrshëm se Instagrami. Dhe më kanë masakruar pse Pema nuk ka deg në maj. Domethënë, what the fuck, është pemë natyrale. Unë e marr në rrjet, nuk e shoh dhe e dyta mua m'pëlqen o vlla. Jam me gocat e mia, po ndërtoj pemën, po e shijoj, me topa, pa topa, ka arom pishe në shtëpi, ç'to duhet ty mërzotri me pemën time. Kjo është ideja. Po preti vesh ti të shtëpia se ylli në maj. Kështu që njerëzit do gjejnë gjithmonë diçka si të jetë e pëlqyeshme për ne. Njerëzit thënë get alive. Get alive, tamam. Bëni pak më të dashur, se jemi dhe në prag festash edhe jemi në dhjetor në muajin e dashurisë. Për njëri tjetrin. Për njëri tjetrin. Lore, shkurtin, ai është tjetër muaj. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Ciao, ciao. Ciao.